e premtja e gjuhës shqipe, një mision përtej oqeanit. Shkolla shqipe në Naples, Florida, është kryer në një vatër të gjatë të ruajtjes së gjuhës dhe identitetit shqiptar për brezat e lindur larg dheut. Për autoren, ky mision është jo vetëm arsimor, por dhe shpirtëror, një përulje mirënjohje ndaj figurave të mëdha të diasporës shqiptare si Fanoli Fajkonica, Kristo Çekrezi e të tjerë që përmes diellit mbajtën ndezur dritën e gjuhës dhe ndërgjegjes kombëtare. Çdo të premte familjet mbërrin në shkollë në gëzim të veçantë të takohen me përqafime dhe me mall të natyrshëm me njëri tjetrin. Për mësuesit, hapja e derës së shkollës nuk është thjesht nisje mësimi, por hapja e një porte kujtese dhe vazhdimësie të brezave. Autoria sjell edhe shembull prekës se si Altea që zbuloi në gëzim një shoqe shqiptare në shkollën amerikane, apo Izabela 6 vjeçare që me këngën e saj sjell gjallërinë e traditës. Këta fëmijë dëshmojnë se identiteti nuk humbet, por jeton kur ushqehet me dashuri dhe kujdes. Pas këtij misioni qëndrojnë për kushtimi i prindërve, mësuesve dhe Yale Pan American Organization of Southwest Florida, si dhe kontributi i shquar dhe i vyer i zonjës Dallëndyshe Gerbi. Shkolla e hapur më 17 janar është bërë një vend ku ruhet jo vetëm gjuha, por dhe kujtesa, dinjiteti dhe trashëgimia shqiptare. Kremtohen Pashkët katolike në Shtetet e Bashkuara, por dhe në diasporën e Michiganit.